Spik gjurmet e dijes. Historia e gropës së Melit, Mel's Hall. Në pronën e Mel Waters, në zonën Monastash, pranë Ellensburg, Washington, ndodhej një grop misterioze në tokë. Në pamje të parë dukej si një pus i zakonshëm, por nuk ishte. Mel, si dhe pronarët para tij, e kishin përdorur si vend për të hedhur mbeturina, pajisje të prishura, goma makinash, plera të ndryshme, gjithçka hidhej aty brenda. Pas një kohe, Mel filloi të pyes veten, pse nuk po mbushet kjo grop? Ai vuri re gjëra të çuditshme. Qentë e tij nuk pranonin të afroheshin, radiot pranë saj kapnin sinjale të çuditshme. Nuk dëgjoi as zhurmë e objekteve që binin poshtë, dhe më e frikshmja, nuk kishte fund. Eksperimentet e Melit. Duke qenë peshkatar, Mel kishte shumë fije shpeshkimi. Lidhi një peshë 0.5 kg dhe e uli në grop. Litarët zgjateshin 1500 metra, 3000, 10.000 metra, 20.000 metra dhe ende pafund. Arriti në mbi 24 kilometra thellësi dhe nuk preku fundin. Vendosi edhe karamelet të tipit Lifesavers për të parë nëse kishte ujë në fund, por karamelet dolën të thata. Nuk kishte lagështi. Historia e qenit që u kthye. Një fëmijë i Melit kishte hedhur qenin e ngordhur në grop. Disa ditë më pas, ai pa të njëjtin qen duke vrapuar në pyll, me të njëjtin qafore, por qeni nuk e njihte pronarin. Radiot e çuditshme dhe ndihma nga Art Bell. Mel kontaktoi emisionin e famshëm Coast to Coast AM me Art Bell në shkurt të vitit 1997. Pas emisionit të parë, ushtria amerikane bllokoi qasjen në pronën e tij me pretekstin një aksidenti ajror që nuk kishte ndodhur. Mel u kërcunua nga një burg civil. Kjo pronë ndoshta nuk është më e jotja. Qenjtë dhe kafshët sërish nuk afroheshin te gropa, por bimët rriteshin shumë më mirë aty pranë. Radiot filluan të kapnin emisione nga vitet 60, përfshirë edhe ndeshje bejsbolli nga viti 1967. Fenomenet të tjera paranormale. Një fëmijë raportoi një rreze të zezë që dilte nga gropa dhe ngjitej në qiell. Kjo zonë kishte një histori me UFO, zhdukje dhe aktivitete të pashpjegueshme. Teoritë për groposje të pakufishme, porta drejt dimensioneve të tjera apo tunele drejt tokës së zhbrazët u shtuan nga dëgjuesit. Disparacioni dhe zhdukja e Melit. Pas paraqitjes në radio, Mel humbi kontaktin me publikun. Pas 3 vitesh, ai deklaroi se ishte ofruar $3 milion në vit për të heshtur dhe për të lënë SBA-n. U reagua për Australi. Kur u kthye për të vizituar familjen, ndodhi një incident në autobus. Policia ndërhyri, pasagjerët u transferuan dhe Mel humbi ndjeshën. Kur u zgjua ndodhej në San Francisco. Kishin kaluar 12 ditë, kishte shenja të infuzioneve në krah, mungesë kujtese dhe dhëmbët e prapme i mungonin. Pas këtij incidenti, atij u konfiskua prona me pretekst të ndërtimeve të paligjshme dhe bankat ja zbrazin llogarinë. Ai humbi gjithçka. Gropa e dytë në Nevada. Një fis autokton e kontaktoi Melin dhe i treguan se kishte një grop tjetër në Nevada, në një tokë të shenjtë që përdorej nga baskët, një grup etnik nga Spanja dhe Franca. Kjo grop ishte po aq i gjerë sa ajo në Washington, rreth 3 metra, e rrethuar me unaz metali që nuk prodhonte asnjë tingull, e nxehtë në prekje. Eksperimentet me akull. Një kob me akull ul në 300 metra poshtë. Kur u nxor, akulli nuk ishte shkrir, por ishte i thatë dhe i ngurtë si krip. Kur u provua të digjej, zuri flak dhe digjej për muesh. Një bask guxoi të ulej vetë në grop, por u ndalua. Vendos të zbriste një dele. Pas 30 minutash, delja u kthye të vdekur, megjithatë pa prekur jashtë. Brenda trupit të saj gjinde një tumor gjigant i cili lëvizte. Kur e hapën, brenda kishte një foshnjë foke, një krijesë me sy njerëzor. Kjo krijesë i shikoi për disa orë, u rrëshqit drejt skajit të tavolinës dhe u hodh në grop. Shërimi dhe ndjesia e shenjtë. Mel, që më parë ishte diagnostikuar me kancer të ezofagut, pas kësaj takimi u shërua plotësisht. Ai besonte se krijesa e kishte shëruar. Fiset filluan të komunikojnë me krijesën e fokës përmes sinjaleve zanore, të cilat i regjistruan dhe i kuptuan.
Ajo i paralajmëroi se akulli është i rrezikshëm dhe mund të shkatërrojë planetin nëse bie në duart e gabuara. Njëri prej tyre kishte marrë një pjesë akulli për ngroje. Ai digjej për muajsh, por më pas shtëpia e tij u rrënua në plur. Akulli krijoi një grop të re, të cilat u thellua në tokë. Fundi i historisë. Mel premtoi të kthehej në radio, me dëshmi, foto, regjistrime, por nuk u dëgjua më. Asnjë kontakt, asnjë gjurmë. A ishte e vërtet? Nuk ka asnjë dokument për ndonjë Mel Waters në zonë. Disa thonë se përdorte pseudonim. Gropa në Google Maps u gjet, por ishte një pus i zakonshëm. Megjithatë, Terra Server e kishte fshehur zonën edhe para se të bëhej publike historia. Mel nuk shiti libra, t-shirta apo dokumentar, asgjë. Kjo e bën të vështirë të thuash se ishte thjesht një mashtrim